Përshëndetje shenja e Luanit, kjo është panorama javore. Për momentin, interpretimi do t'jetë pak më i reduktuar dhe në këtë formull. Shkak është një angazhim personal. Java fillon me unazën. Dhe kjo është një kartë që simbolizon angazhim, marrëveshje ose një lidhje të rëndësishme. Në fillim të javës ju mund të ndjeni se jeni të lidhur me një situatë që kërkon përgjegjësi dhe vazhdimsi. Mund të jetë një marrëveshje, një bashkëpunim ose një lidhje ku përkushtimi ka rol të madh. Menjëherë pas saj shfaqet karta e yjeve. Kjo kartë sjell qartësi, shpresë dhe drejtim. Gjithashtu kjo kartë tregon se ju mund të shihni më qartë se ku po shkoni ose çfarë dëshironi të arrini. Mund të ndiheni më të frymëzuar dhe më të sigurt për rrugën që keni zgjedhur. Më pas kemi kartën e buqetës. Kjo kartë simbolizon gëzim, vlerësim dhe një moment të këndshëm. Gjithashtu mund të jetë një surprizë e bukur për disa nga ju, ose një lajm i mirë për disa të tjerë, ose një ndjenjë që përpjekjet tuaja po vlerësohen. Energjia këtu është shumë pozitive dhe sjell një atmosferë lehtësimi dhe mirënjohjeje. Më pas kemi kartën e anijes. Dhe kjo kartë tregon lëvizje, udhëtim ose ndryshim drejtimi. Në këtë pikë të javës mund të ndodhë një zhvillim që ju çon drejt një rrugë të re ose drejt një distance fizike ose simbolike. Mund të jetë një ndryshim në plan ose pa plan, një vendim për të lëvizur përpara ose një situatë që ju nxjerr nga zona e zakonshme. Pas kësaj vjen karta e tërfilit. Kjo kartë simbolizon fat të vogël ose një mundësi të papritur. Gjithashtu kjo sugjeron se gjatë këtij ndryshimi mund të shfaqet një moment i favorshëm, një rast i mirë që duket i vogël, por që sjell energji pozitive dhe lehtësi. Më pas kemi kartën e shtëpisë dhe kjo kartë e çon fokusin drejt stabilitetit ose drejt familjes dhe bazës në jetën tuaj. Kjo gjithashtu mund të tregojë se ndryshimet ose mundësitë e javës lidhen me vendin ku ndiheni të sigurt ose me njerëzit më të afërt. Në fund kemi kartën e arkivolit. Kjo kartë simbolizon përfundim, mbyllje ose transformim të një situate. Gjithashtu kjo kartë tregon se java mund të përfundojë me një ndjenjë që një cikël po mbyllet. Nuk është domosdoshmërisht një fund negativ, shpesh është një moment ku diçka përfundon për të krijuar hapësirë për diçka tjetër. Këtu lidhet edhe karta e Prism Oracle Energy, që sugjeron se gjatë javës ju mund të ndjeni një lëvizje të fortë energjie në jetën tuaj. Kjo energji mund të shfaqet si motivim, si ndryshim drejtimi ose si një proces që ju shtyn të transformoni një situatë që ka arritur fundin e ciklit të saj. Pra, ju e filloni javën të përqendruar te një lidhje ose një angazhim që ka rëndësi për ju ose ka pasur rëndësi për ju. Shumë shpejt ndjeni më shumë qartësi dhe shpresë për drejtimin që po merr kjo situatë. Një moment pozitiv ose një vlerësim mund t'ju jap ndjenjën se jeni në rrugën e duhur. Më pas situata fillon të lëvizë dhe mund të sjellë një ndryshim drejtimi ose një hap përpara. Në këtë proces mund të shfaqet një mundësi e vogël por e favorshme që e bën rrugën më të lehtë. Megjithatë, ndërsa java afrohet drejt fundit, ju mund të kuptoni se një aspekt i kësaj situate ka arritur në një pikë ku duhet të përfundojë ose të transformohet. Ky përfundim nuk e fshin atë që ishte ndërtuar më parë, përkundrazi krijon hapësirë për një fazë të re që mund të jetë më e qartë dhe më e përshtatshme për ju. Mesazhi që kartat përcjellin është se ju mund të kuptoni se edhe marrëveshjet, edhe lidhjet që duken të qëndrueshme kalojnë nëpër faza ndryshimi, sepse kombinimi i unazës dhe arkivolit
është një kombinim që tregon se gjatë kësaj jave ju mund të kuptoni që një cikël, një marrëveshje apo një angazhim ka arritur në një pikë ku duhet të mbyllet ose të transformohet. Kjo mund të jetë një situatë që ka pasur rëndësi për ju, por që tani po hyn në një fazë përfundimi ose ndryshimi. Ndonjëherë një cikël duhet të përfundojë për të lejuar që energjia të rinovohet dhe që rruga të vazhdojë në një formë të re. Paçim!